Sezoni veror i këtij viti premton më pak shqetësime për pushuesit dhe qytetarët e Pogradecit për parkimet e gabuara dhe zaptimin e hapësirave publike. Menaxhimi i parkimeve dhe gjobave në qytetin liqenor do të bëhet përmes një sistemi online që pritet ta bëjë procesin më efikas. Policia Bashkiake ka marrë të gjitha masat për lirimin e hapësirave publike dhe parkimet e gabuara këtë sezon. Para pak kohësh ne kemi bërë gjoba në sistem siç e ka policia e shtetit dhe do jenë të angazhuar 2 patrulla qarkullimi në terren. Ata që nuk disponojnë pullën e rezidentit për lagjen ku banojnë dhe që parkojnë pa leje do të përballen me gjoba. Kush nuk ka pullën e rezidentit do të marrë masë administrative. Sipas lagjeve të ndara, do jenë të gjithë në terren, 2 patrulla me makinë, do jetë 1 patrullë me biçikletë, do ketë edhe policë në çdo zonë. Efektivët e policisë do të jenë të pranishëm në të gjitha zonat e ngarkuara, duke përfshirë shënditoren e qytetit, Tushemishtin, Linin dhe lagjet kryesore të qytetit si pjesë e masave për sezonin. Fokusi do jetë shënditorja e qytetit, Tushemishti, zona e Linit dhe lagjet në brendësi. Policia Bashkiake e Pogradecit thotë se do të vërë në dispozicion një numër të posaçëm për ankesat e qytetarëve.